Njëra po flet për krijimin e institucioneve e tjetri po paralajmëron reforma të forta brenda partisë. Vetëm 24 orë pas zgjedhjeve, Vjosa Osmani dhe Lumir Abdigjiku kanë dërguar 2 mesazhe të rëndësishme që mund të ndikojnë në zhvillimet e ardhshme politike në Kosovë. Osmani deklaroi se emri i saj nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do të bëhet pengesë për krijimin e institucioneve, duke theksuar se fokusi i saj mbetet dalja e vendit nga kriza politike. Por kjo deklaratë vjen menjëherë pasi në konferencën e përbashkët me Lumir Abdigjikun, pas publikimit të rezultateve preliminare, Osmani tha se lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye ta refuzojë kandidaturën e saj për një mandat tjetër në krye të shtetit. Në anën tjetër, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka paralajmëruar lëvizje të forta brenda partisë. Ai tha se LDK-ja po hyn në një fazë reformash të thella dhe se nuk do të ketë vend për ata që marrin pa dhënë, pengojnë dhe shpresojnë në rënimin kolektiv për përfitim individual. Abdigjiku premtoi ndryshime të shpejta dhe të qarta, duke paraqitur rezultatin zgjedhor si fillimin e një kapitulli të ri për LDK-n. Ndërsa partitë po bëjnë llogarit për formimin e institucioneve të reja, mesazhet e Osmanit dhe Abdigjikut po lexohen si sinjale të hershme për betejat politike që pritet të zhvillohen në javët e ardhshme, si për postin e presidentit, ashtu edhe për drejtimin e ardhshëm të LDK-s. Detajet e tjera rreth këtyre zhvillimeve politike i keni në telegrafi.com.